All the films in one radio show. Përshëndetje të gjithëve, po Gjoni at the Movies do të jemi së bashku për plot një orë në valët e Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Nëse është hera e parë që po na dëgjoni, uroj ta keni kuptuar nga vetë emri, se përgjatë këtij një orëshi do të dëgjoni gjithçka që ka të bëjë me kinematografin, premierat më të fundit, sugjerime filmash nga dhe serialesh nga unë dhe kolegu im Edison Hallaçi, ose siç unë preferoj ta quajmë njëri tjetrin ekspertët e kësaj fushës kinematografike. Kritikët e vetë shpallur. Jemi pseudo-kritik. Jemi thjesht shiko, se dua t'i bëj se thon dëgjuesit tanë, do fillojnë këta do flasin, ky shoti është i xhiruar në një kamerë me një kënd, me një jo as pak. Jemi disa njerëz që shohin shumë filma, na pëlqejnë jashtëzakonisht shumë filmat. Mendojmë se kjo gjë na ka bërë pak më elokuente dhe të dijshëm në drejtim të kësaj teme, po sërish është autosuggestion kjo nga ajo. Është një lloj autosuggestioni. Un kam bër prej ditësh pushim, e ke parasysh kur do të hash një darkë të mirë apo një drekë të mirë dhe ti thua nuk po ha gjë që ta shijoj shumë mirë atë drekën ose darkën. Ke bër fasting. Të njëjtën gjë kam bërë me premierën që kam bërritur në Cineplex këtë javë. Është Odisea. Një javë asgjë. Asgjë fare. Kështu që ajo orgazma kinematografike ka qenë e madhe për ty, besoj. Absolutisht, se nga që kemi parë shumë filma, shumë seri, kthehu një serie të para 3-4 viteve, thash, e di çfarë, nuk do shikoj asgjë dhe dua ta shikoj me aq nivel kriticizmi sa kemi arritur ne, thash ta shikoj dhe të jemi pastër, si një lloj kur hedhim edhe shumë parfum edhe nuk dalloj më asgjë, duhet kemi vetëm një parfum. Të imagjinoj kështu që ke shkuar i veshur me të zeza edhe me një blok të vogël në kinema, duke mbajtur ky Christopher Nolan, sikur s'pas ka punuar mirë kësaj radhe, ëh. Dhe ju e kuptuat që Odisea është premiera e shumë pritur, një film që kemi folur që nga vera e kaluar për gjithë gjërat që e karakterizojnë filmin me buxhetin më të madh në historinë e filmit botëror. Vërtet. Po, $250 milion është on top për momentin. Dhe absolutisht mendimet janë të ndryshme, pro dhe kundër, është gjykuar shumë për mënyrën se si Nolani e ka sjell mitologjinë, se normalisht tani duke qenë se është një film, do duhet i shtohen element, apo jo, nuk mund të jetë kaq origjinal, se ndryshe nuk do ishte edhe Nolan vet. Lexova pak diku, më duket që ishte shprehur se kjo është tërësisht interpretimi im i mitologjisë Odises, kështu që pranoj, domethënë është tamam ajo shprehje amerikane, to each their own, secili në punë vet me interpretimin e vet. Çdo gjë është perspektive, njerëz, po mbi premierën më të fundit që ne ja u zbuluam tashmë, po për të folur më gjerësisht për çfarë flet, çfarë mbulon, në çfarë prizmi e ka parë Christopher Nolan, do flasim më gjerësisht në pjesën tjetër dhe në pjesën e fundit të emisionit. Ne gjithmonë përgatisim sugjerimet tona për ju që nuk dini ç'të shikoni, ju ha një kohë shumë të madhe ky kërkimi. Kësaj radhe kemi përgatitur seriale, se nuk kam nga këto justifikimet, s'kam kohë, është verë, jeni me pushime. Shikojeni një serial. Kohën e keni aty. All the films in one radio show. Rikthehemi në The Movies dhe nëse po na dëgjonit pak më parë, do flasim mbi premierën më të fundit që ka mbritur në Cineplex, përpos një larmishmërie premierash që Cineplex gjithmonë ofron për ju, dhe më çudit fakti që është verë dhe ka jashtëzakonisht shumë premiera dhe premiera të mira. Teksa shija trailerin e The Odyssey, nuk më duket fare nga ato filmat që del përgjatë verës. Pra ka atë vibe dimëror, luftë, epik, legjend, saqë thash diçka ndryshe nga gjithçka që ne presim në këtë sezon. Por për ju që thoni, okay, çfarë është The Odyssey, se e përmendët 3 herë deri tani, le të ndjekim pak trailerin dhe kthehemi në studio ta diskutojmë. Death. Një udhtim. Remember, a wife, Një hero. a son, Një vizion nga Christopher Nolan. home. I could take the throne. They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was? That world is gone. The Odyssey, në Cineplex Tech dhe QDU.
Një legjendë e thënë ndërshekuj vjen në formatin IMAX me regjinë fantastike të Christopher Nolan, bazuar në historinë e Odiseut dhe udhëtimit të tij të gjatë për t'u rikthyer në shtëpi pas luftës së Trojës. Pas një dekade lufte, ai përballet me detra të stuhishëm, krijesa mitike dhe ndërhyrje të perëndive, por edhe me betejën e tij të brendshme për identitetin, fajin dhe dëshirën për t'u ribashkuar me familjen. Ndërkohë në Itak, gruaja e tij Penelopa dhe djali Telemaku përpiqen të mbajnë gjallë mbretërinë dhe shpresën për rikthimin e tij, por në të njëjtën kohë ka dhe pretendent për fronin që kërcënojnë gjithçka që ai ka lënë pas. Nolan e ka sjell këtë mit antik me një qasje pak më dramatike dhe psikologjike. Është një histori për një hero që nuk lufton vetëm me përbinça, por me plagët e luftës, humbjen e viteve dhe me atë pyetjen e madhe: a mund të kthehesh vërtet i njëjti njeri pas një udhëtimi që të ka ndryshuar përgjithmonë? Edhe këtu aq më shumë një udhëtim në të cilin ka patur luftë, ka patur humbje, ka patur gjak, ke parë gjëra që hera herës të çbëjnë si njëri dhe nuk je më tërësisht i njëjti. E lidha pak, do ta lidh kështu shkurtimisht fare pak me The Handmaid's Tale, që është një tjetër serial që ja u kam sugjeruar në këtë emision, ku këto gratë jetojnë në një zonë utopike ku janë si shërptore dhe vlejnë vetëm për t'u shumuar, ndërkohë që jeta në pjesën tjetër të botës vazhdon normalisht. Edhe partnerët dhe marrëdhëniet që ato kanë patur krijuar më përpara, në momentin që ato arratisen 4 vite ku ti ke qenë literalisht një bank vezësh, i ka transformuar në njërin në gra revolucionare, të cilat nuk mund të kthehen më me të njëjtit partner në familjet që kanë lënë pas, sepse janë komplet njerëz të tjerë, siç jam e bindur Odiseu ka qenë pas luftës së Trojës. Pa diskutim, është një histori që ne kemi mësuar në bankat e shkollës shumë vite më parë, edhe të rinjt, fëmijët, adoleshentët vijojnë ta mësojnë. Aq më tepër që Penelopa ka qenë simboli besnikërisë edhe ndaj një burri, ndaj një mashkulli, ajo e priti Odisen për 10 vjet duke qepur për lëhurën e saj që dikush e shepte në natën e tjerë, pra e gjithë gjëja ka simbolika të pafundme, përveç se luftës, besnikërisë, identitetit, siç e the edhe ti. Dhe normalisht këto shkrihen të gjitha në një, edhe në versionin e Nolanit, sepse versioni ka mbetur i njëjtë, megjithatë ka ndërhyrje të vogla për t'i dhënë kinematografisë një tjetër vlerë. Si të duk ty versioni Nolanit, meqense ti e ke parë? Mua m'pëlqeu shumë, jam pak në të njëjtin kah me grekët, të cilët kishin disa kritika për kostumografinë, që nuk kishte qenë kaq e zhvilluar, sa aty për shemb ka një lloj kurore me një shtyllë kurrizore, domethënë është e bukur shumë, e frikshme. Tani 250 milion diku do t'i çojmë në këto para. Po gjithsesi përveç kësaj, domethënë kinematografia është e jashtëzakonshme, gjithashtu është filmi i parë që është xhiruar totalisht në IMAX, edhe nëse e keni mundësinë sigurisht për ta parë në cilësinë më të mirë ashtu siç është edhe në Cineplex. Ja vlen, kam shumë për të thënë, po do bëjmë një shkputje të vogël edhe më pas do jemi me disa fakte interesante për Odisen dhe ka edhe një element shqiptar brenda filmit që do ta zbulojmë pas pak.